Përshëndetje. Atëherë ti ke qenë prej lojtarëve që ke shënuar gol ndaj Turqisë. Pyetja ime për ty është si ta arrijmë sot ne të deportojmë portën e Turqisë? Besoj që nuk jam unë personi i duhur për më tregu se si më arrit te porta e Turqisë. Po si arrit ti? Ku kam arritur ka qenë para shumë vitesh. Në fakt, sot më kujtu që unë kam shënuar golin e parë dhe të vetëm përkombëtar në Shqipërisë kundrejt Turqisë. Edhe besoj që djemtë tona kanë dëshmuar ndeshjet e fundit që janë shumë të mirë përpara golit. Po luajnë një futboll shumë atraktiv, shumë të bukur, dhe besoj që edhe sot janë gati për me bëni gjë të tillë. Po si duket në fakt futbolli i Kosovës nga këndvështrimi juaj? Futbolli i Kosovës, domethënë vitet e fundit, besoj si unë edhe gjithë tjerë, gjithë trajnerët, gjithë njerëzit të cilët e dojnë futbollin e kanë pa, domethënë se sa ka progresu futbolli i Kosovës. Besoj që trajneri Foda ka bërë një punë shumë të mirë, ka arrit për të gjithave ta bëj grupin shumë të bashkuar. Ka një harmoni, një energji shumë pozitive në grup, edhe besoj që kjo është edhe forca e Kosovës. Po ekipi i Turqisë si të duket sot, do të ballafaqohemi pra me këtë ekip, çfarë mendon, është një ekip që duhet marrë mjaft seriozisht, është një ekip të ke luajtur, domethënë edhe ndaj Turqisë, nëse mban mend pak a shumë me siguri që ka evoluar loja e tyre, formacionet e gjithçka tjetër, por çfarë mendon që është më pikë fort e Turqisë kur ata luajnë? Dallimi vetëm kur kam luajtur kundër Turqisë edhe sot është që ne kemi luajtur një ndeshje miqësore, kurse sot është një ndeshje, do thoja, më e rëndësishme për në gjithë historinë e Kosovës, bile dhe të Shqipërisë. Nuk më mend një ndeshje me peshë ose me rëndësi kaq të madhe si sot. Por presionin besoj që e kanë Turqia, sepse e pam edhe me ndeshjen, gjithë ata që kanë ndjekur ndeshjen kundrejt Rumanisë, kishin një presion shumë të madh. Luajtën gjithkohë si me gërç, edhe besoj që edhe sot do jetë një gjë e tillë, kurse ne besoj që vetëm e kemi arrit suksesin më të madh të futbollit kosovar, edhe nuk është presioni aq shumë sa ka në Turqia. Duhet vetëm të kënaqemi, kemi bërë deri tani gjithë kombin ton krenar, arritjet tona, dhe besoj që duke mos pas të presionin që ka Turqia, ne kemi një avantazh ndaj tyre. Po kush pret të shënoj gol sot? Kush shënoj gol? Kush do shif Ajrizi është lojtari joni, domethënë, tani në agjencion. Nëse ja qëllon, kemi pi kofe me neve, nëse ju, zven. Ne pi me ty. Jo, inshallah shënon, kur do që të shënon edhe autogol tjetë, ne veç me fitu, mjafton për neve. Veç të fitojnë, vado. Nuk pret që dikush ndërsa mendon që nuk do ta lë pa shënuar ndonjë gol? Po jo, nuk e di, shef lojtarët më në formë, Aslani, Muriqi, Muslia, super formë, gjithë lojtarët i kemi në formë të mirë, edhe na duhet pak fat, po kush do që të shënoj gol, normalisht që do jemi të lumtur. Grezda Elianuza nga televizioni Dukazhini, gazetari i sportit. Besoj që edhe Etnik Bruti do t'i nevojitej Kosovës sot, nëse do të kishte mundësinë të luante. Etnik Bruti dje i boni 2 golla me Shqipërinë, edhe Etnik Bruti është në një skuadër që... To e ma parasysh mungesën edhe të Abdullahut, sot i kish konvenuar shumë Kosovës. Qëre, du të më qenë real në këto që po themin. Kualiteti i Brutit normalisht që dim gjithë që është shumë i madh, po një lojtar nga Malisheva nuk mendoj që mund të ftohet për këtë ndeshje. Edhe nuk ka, nëse shohim një pikturë reale të gjithë skuadrës, nuk ka lojtarë që luajnë në këto kampionatet më të topta. Gjithë lojtarët luajnë në Europë, gjithë lojtarët janë në super formë. Edhe besoj që Etniki, domethënë, e ka bërë dje shumë mirë punën e vet me Unistin Nishat të Shqipërisë, boni 2 golla, po ta shohim, sot është Kosova. Ne i dojmë dyat, pavarësisht prej
në gjithë kritikave që i kena marrë për shembull, po ne i dojmë dyat, si Kosovën, ashtu edhe Shqipërinë. Si unë, si Bruti, si gjithë i dojmë njësoj. Të jeni të sigurt për këtë. Pajtohem plotësisht. Për fund, dua një rezultat me gjithë që po flasë sot, po diskutojmë, në fund po kërkoj një rezultat, që në fund të ditës ta shohim se kush do t'ja qelloj. 1-0, edhe shënon gol, s'po them Hajrizi, po them Muriqi. Muriqi 1-0, gjithçka është live e ingjizuar pashtu, do ta mbaj. Faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj. Eros, përshëndes. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.